Mirë, në vijim do të ndalemi tek lëvizja e re brenda Partisë Demokratike, e cila nga disa zëra, të cilët janë, le të themi, të ndryshëm nga qëndrimi ose linja zyrtare, është cilësuar si një ringritje apo rizim i kësaj force politike. Ish deputetit antari i kryesisë Ervin Saljani së bashku me Ilir Ali Mehmetin kanë nisur një tur takimesh me strukturat lokale, një nisje e cila po lexohet dhe si sfide hapur ndaj kryetarit historik Sali Berisha dhe ndaj mungesës së analizës së thelluar pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Për të folur për këtë nismë të re është tani në revista MCN doktor Ilir Ali Mehmeti. Tani Saljani në ato daljet e veta publike në takime po e shfaq në një farë mënyre veten si protagonist i kësaj lëvizje tuajën. A mund të më sqaroni nëse është ky njeriu i cili po priren gjithë njerëzit të bashkohen rreth tij dhe energjit për ta liderizuar nëse është kështu? Po, faleminderit për pyetjen. Rreth parë juve bët një hyrje dhe e cilësuat një lëvizje brenda patjetër forcës politike, brenda Partisë Demokratike për pozicion thatë kryetarit dhe për mungesën e analizës. Mungesa e analizës qëndron, patjetër është e rëndësishme, por është gjithashtu e rëndësishme të specifikojmë që nuk është një lëvizje antikryetar apo një lëvizje e re apo një fraksion apo ku diun një forcë e re politike, është shumë e rëndësishme që neve të jemi të qartë ke gjërat që neve po flasim. Pra, nuk po diskutojmë pjesën e leadershipit të zotit Berisha. Nga krau tjetër, patjetër ka një nevojë dhe ka një nevojë për energjizim, ka nevojë për bashkim forcash, për bashkim idesh e tjerë, përkundrejt një përgjumje që neve kemi vënë re disa kohë. Pra, ndërkohë që neve shohim një situatë ku zgjedhjet patjetër janë deklaruar fars nga Partia Demokratike dhe ky është qëndrimi që mban dhe u vërtetuan nga raporti përfundimtar i OSBE-Udirit, i cili foli shumë qartë, e nga krau tjetër përtej kemi situatën ku qeveria po kalbet aq shumë sa që u bë e dyta zëvendës kryeministër, tashti që po kërkohet nga SPAK-u dhe marrë zyrtarisht e pandehur, ministra, deputet, kryetar bashkish pafund burg, këtu tani kërkohet patjetër një ringritje e forcës së Partisë Demokratike, sepse ato le të themi qëndrime duhen përkthyer në veprime. Në protestat fuqishme, qëndrimet forta, e në këtë drejtim këtu baza patjetër ka nevojë që të flasë, të dëgjohet dhe ky është koncepti i parë. Koncepti brenda asaj që ndoshta duhet të qartësojmë është që është një lëvizje në kuadër organizimin, jo një lëvizje në kuadër politik. Pra, nuk diskutojmë as tezat dhe kauzat e Partisë Demokratike që i çmojmë si drejta dhe të vërteta dhe nuk është as një garë për kryetar, sepse kjo do ishte lëvizje politike. Ndërkohë që nuk është e tillë, kërkohet riorganizim i Partisë Demokratike bazuar mbi ato vlera për cilat ne u bashkuam në rithemelim. Pra, hapje, meritokraci e me radhë. Pra, këto janë diskutimet që neve flasim dhe kjo është baza. Në këtë aspekt, kishte një përgjumje, ta themi drejtën, dhe shpresoj unë që kjo është arritur tashmë me sukses. Okej, ju thoni kishte një përgjumje, por unë shoh një diferencë midis këtij interpretimi tuaj politik dhe asaj që interpreton politikisht Ervin Saljani. A jeni ju në të njëjtën frekuencë? Është pyetja ime e para, që ka edhe si pyetje të logjikshme të përgjigjes suaj. Pyetja e dytë është, juve në çdo rast shmangni mundësinë e ndryshimit të gjithë konceptit politik të Partisë Demokratike dhe leadershipit saj. I friksoheni një sfide përballë Berishës dhe apo juve ju duket në rregull Berisha me gjithçka dhe është okay gjithçka? Se nëse Berisha është në rregull, Berisha nuk është se e lë në përgjumje Partinë Demokratike. Është në retorikë politike, është në aksion politik, në konferenca për shtyp, gjithçka e bën siç duhet, siç di ai, pa është mirë apo jo, kjo është çështje tjetër. Kjo varet nga votuesi pastaj. Ku ndryshoni ju nga kjo histori? Po, faleminderit për pyetje. Tashti këtu kisha disa pyetje, kështu nëse ndonjë na rrëshket të lutem. E rikujtoj, po patjetër. Në radh parë, ju dëgjut se çfarë thash unë. Tha gjithashtu që kjo ndryshon nga ç'tha zoti Saljani në mendimin tuaj dhe në komentimin tuaj. Atëherë i keni qëndrimet shumë të qarta aty. Pra, e bët komentin dhe jeni të qartë. Nga ana tjetër, përsa i përket zotit Berisha, mos presim neve dot që në një parti
funksionon vetëm kryetari dhe nuk funksionojnë hallkat tjera? Pra, duhet të funksionojnë gjitha hallkat. Këtë po diskutojmë. Ne po diskutojmë një çështje riorganizimi, një çështje hallkash që të gjitha të jenë funksionale. Pra nuk mund të shkojmë neve në këto lloj ngërçesh, në këto lloj diskutimesh, në këto lloj mungesash organizimi. Kujtoj unë zhvillimin e pakove tash që sapo ndodhi, ku nuk u kuptoi qartë grupi parlamentar i PD-s ishte apo si ishte për avokatin e popullit. Kjo tregon qartësisht një çalim organizimi apo jo. Sepse nga ky aspekt kur ke koncepte të sakta politike dhe din shumë qartë se ku do shkosh dhe merret një vendim politik, atëherë grupi patjetër është i qartë dhe vendimet nuk ndrojnë rrugës. Pra kjo është ajo që unë po ju them dhe po vazhdoj po them, që do të thotë ka një nevojë të madhe për organizim, ka nevojë të madhe për veprim, kauzat dhe që ka ngritur Partia Demokratike dhe vlerat mbi të cilat ajo qëndron janë më së të drejta. Kështu i këtu nuk ka asnjë lloj logjike për të diskutuar pjesën e kauzave dhe tezave politike. Për sa i përket leadershipit të doktor Berishës, që ju më pyetët me drejt sepse ka interes publik në këtë aspekt dhe është normale fare, unë kam mbështetur doktor Berishën që në prill të 22-shit, ju e dini, ishte momenti kur unë hy aktivisht në Partinë Demokratike, e kam mbështetur 22-shin, e kam mbështetur 23-shin kur është kërkuar vot besimin, e nëse do rikandidoj në pranverën që vjen, do ta mbështes për herë të tretë. Ky është qëndrimi im personal. Pastaj njerëz tjerë që mund të mendojnë që duan të garojnë, që duan shfaqin ambicien e tyre, patjetër shfaqin platformën, vizionin, misionin, kërkojnë mbështetjen e me radhë. Por qëndrimi im personal është ky që unë sapo ju thash. Okej, atëre mendoj se jeni shumë i qartë në raport me qëndrimin tuaj politik ndaj kryetarit Partisë Demokratike, sapo keni deklaruar mbështetjen e tij, pra keni rikonfirmuar vazhdimsinë e mbështetjes së tij edhe për zgjedhjet e ardhshme brenda Partisë Demokratike, kur do të jenë vitin e ardhshëm. Çështja është më e thjeshtë se sa kaq. Në këtë rast kam përshtypjen që keni një disrakordancë me pretendimet e Saljanit. A i keni diskutuar kaq hapur sa ne të dy? Pra, unë po bëj tani rolin e Saljanit. O Ilir, po tani ne nuk kemi hyrë te ky aksioni thjesht dhe vetëm për të thënë që ca struktura s'po funksionojnë, se që ca struktura s'funksionojnë, nuk është lajm sot dhe Berisha e di shumë mirë, po Berisha e do kështu ndoshta partinë. Juve si do ndryshoni Berishën, se strukturat nuk keni çaj bëni pa ndryshuar Berisha. Pra, mendësia e Berishës është kjo. Mendësia e Berishës është ajo që u dhan firmat për Endri Shabanin dhe pastaj u bë sikur s'u dhan firmat. Pra, ishte konsensus e Endri Shabani, apo jo? Apo ju mendoni se nuk ishte? Patjetër që ne kemi diskutojmë dhe jemi në një linjë dhe nuk është diskutuar kur pjesa e kandidimit për kryetar, ose të paktën unë nuk e kam dëgjuar. Pra, dikush duhet fillimisht shpreh një ambicie, unë ju thash në këtë drejtim dhe nuk besoj se edhe Ervidi ka shprehur këtë ambicie apo e dëshiron. Po sigurisht që jo. E lë të nënkuptuar. Kështu që e lë të nënkuptuar. Po ju thatë a është diskutuar dhe unë po ju jap përgjigjet. Okej, po, e drejta juve të kuptoni dhe të komentoni si ta mendoni. Qartë. Për të qenë qartë, ky është qëndrimi im. Pra, nëse kjo pastaj spostohet në diçka tjetër për cilën nuk është nisur, se është nisur si koncept riorganizimi dhe vendosje fokusi në këtë drejtim, sepse na duhet një organizim me të vërtetë i fortë për t'ju përballë kësaj qeverie që po kalbet vete, po bie vetë. Atëherë unë këtu qëndroj. Nëse kjo pastaj dëshiron të nënkuptohet dhe të transformohet në diçka tjetër, atëherë përgjigjja ime është jo. Mua do të thënë dhe kjo besoj që jep dhe konkluzionin bisedës tonë. Mua më është dukur pak e çuditshme që ka një hovë pritshmërie pozitive ndaj jush në disa salla ku keni qenë, kam parasysh këtu Durrësin. Kam parasysh qëndrimet siluruse ose goditse nga kupola e Partisë Demokratike, pra drejtimi aktual, leadershipi aktual, dhe kjo mua më flet për një diferencë midis jush dhe leadershipit aktual, njëkohësisht dhe midis një ndarjeje në bazë. Pra, disa njerëz kuptojnë që kjo PD që është sot, pra PD-ja, se tani është vështirë gjesh termat, se s'mund të them dot PD-ja zyrtare, se nuk është se ju jeni jashtë PD-s, pra brenda Partisë Demokratike jeni dhe ju. Po brenda Partisë Demokratike po fraksionohen, strukturohen dy mendësit ndryshme, nëse mund ta them kështu. Pra mendësia që ka nevojë për ndryshim dhe ndryshimi nuk vjen thjesht
me disa propozime si kur të rregullosh partinë e punës dikur, pra dilin ca reformistë brenda partisë punës se duheshin ca reforma që partia e punës funksiononte më mirë në shumë më mirësinë e saj funksionale. Se ne kështu esnim dikur, apo jo, nëse e kujton, partia e punës po i bënte punët shumë mirë, po kishte nevojë për ca gjëra që të shkonte edhe më mirë. Ndërkohë që ishte katastrofare, komplet sistemi ishte në degradim i partisë punës, po flas politikisht. Pra, më ngjan pak si simbioz mua kjo historia, që PD-ja është një dekadencë politike, ndërkohë që ju flisni që të përmirësojmë atë që është mirë. Këtu nuk shkon diçka. Po, ishte një koment nga ana juaj. Po, koment është. Pyetje, nëse pastaj më lejoni komentin tim, se nuk kam se çfarë përgjigjet ju. Ja, patjetër unë nuk e krahasoj me Partinë e Punës në mënyrë absolute, e para gjë sepse nuk e kam arritur. Kam qenë fëmijë, pra jetojmë në një brez ku mosha ime, unë jam 46 vjeç, ka një kujtesë shumë të pakët nga i drejtim, pra për te historisë dhe leximeve dhe dokumentarëve me radhë, po për sa i përket jetës, unë jam datindja 79, besoj e keni të qartë që nuk kam qenë jetë aktive në atë periudhë për diskutuar çështje të tilla me përjashtim të studimit të historisë. Nga ky drejtim, Partia Demokratike absolutisht ndryshon shumë. Sepse ja ne kemi të drejtën të flasim, ja ku po flasim, po diskutojmë, kemi mendimet tona të hapura, i shprehim, po në fund fare vendimet i marrin brenda. I marrin brenda nesh, kemi institucionet tona, të cilat ju i dini, do të jenë në garë të gjitha në pranverën që vjen. Pra, muaji është për tu përcaktuar, po që do të jetë patjetër në këtë pranverë, që do të thotë një kohë shumë e shkurtër. E në këtë aspekt, nëse ka apo s'ka ndryshime, do ta shihni shumë shpejt, ne nuk mund të flasim këtu përpara kohe. Do i lejmë këto 2 muaj, 3 muaj, aq sa është koha për të folur. Por, ajo që ju thoni përmirësimi diçka që nuk shkon mirë, unë ju thash jo. Ju kam thënë edhe në intervista tjera, ju kam thënë edhe në televizione tjera, ku jam shpreh shumë qartë që duhet një riorganizim dhe një riformatim kokë këmbë. Okej. Pra, ky është qëndrimi im dhe vazhdoj qëndroj këtij qëndrimi. Pra, jo një përmirësim i atyre që janë aty, kanë kontribute patjetër të padiskutueshme, po për sa kohë rezultati nuk çalon dhe nuk arrin dhe vjen, as rezultati organizativ, as rezultati zgjedhor e me radhë, atëherë neve kemi nevojë të bëjmë një riformatim brenda vetes tonë, në mënyrë që të propozojmë ndaj votuesve, ndaj njerëzve, ndaj mbështetësve, përfaqësimin tonë më të mirë të mundshëm, sepse nuk ka diskutim që tezat tona i qëndrojnë. Për këtë jemi të qartë, edhe kur u fol për programin e Partisë Demokratike që unë kam shkruar patjetër pjesën e shëndetësisë, bashkë me grupin e Departamentit të Shëndetësisë, u klasifikua si programi më i mirë që ka pasur ndonjëherë ndonjë parti politike këto 35 vjet. Megjithatë, pastaj zgjedhjet bëhen ashtu siç bëhen, ose BODIR-i foli, Këshilli i Evropës foli, Shtetet e Bashkuara nuk folën. Pra, me mos foljen e tyre tregon që nuk shprehen për zgjedhjet që i quajnë pa barabarta, ju e dini qëndrimin e Departamentit të Shtetit, dhe me mos foljen e tyre than shumë. E si rrjedhoj neve, nëse nuk mendojmë që ne jemi demokraci funksionale në Shqipëri, jo nuk jemi. Ne kemi nevojë në radh parë që të ndryshojmë këtë koncept. Pra, sistemi politik i joni nuk është demokratik. Qartë, këtu bijem dakord. Ne bëjmë detyrat tona brenda. Tu bijem dakord që kemi votime, po nuk kemi zgjedhje të mirëfillta. Nëse ne jemi në parti shtet, atëherë nuk mund të hedhim dot neve gjithë konceptet pse zgjedhjet nuk funksionojnë siç duhet brenda partisë dhe partia nuk propozohet siç duhet jashtë. Kemi probleme të mëdha makros që duhen zgjidhur. Okej, e keni alibin e fortë në këtë rast. Parti shtet. E keni alibin. E keni. Nëse jemi në xhungël, do luajmë me rregullat e xhunglës. Nëse jemi qytet, do po ju keni dhe xhunglën brenda vetes tuaj, se kjo është çështja. Është xhungla e madhe ku keni kryetarin e xhunglës, keni dhe xhunglën tuaj të vogël ku është kryetari juaj. Po, patjetër. Po të bëj një simbolik. Si mbas ambientit, edhe veprimi. Pra, me rregullat e ambientit përkatës, por ambienti i vogël ndodhet brenda ambientit të madh. Dhe secili ka detyrat e veta. Në këtë rast, unë patjetër jam i qartë për ambientin e madh, jam i qartë për ambientin e vogël. Në detyrat tona specifike është patjetër të rregullojmë pjesën e partisë tonë për tu paraqitur si alternativë qeverisë. Nga ana tjetër ama, patjetër duhet punojmë çdo ditë që kjo të jetë demokraci funksionale, se po nuk që janë bërë votime dhe në kohën e Partisë Punës, por nuk mund të quajmë neve pse sfitonte dot opozita atëherë. Po si do fiton parti shtet atëherë, parti shtet tani. Po. Pra, këto duhet të heqim si koncept. Më pas, nëse ne nuk kemi parti shtet, fitoft më i miri. Fitoft ai që ka mbështetje më të mirë, program më të mirë, mendoj që është Partia Demokratike. Po edhe sikur të ndodh gjë tjetër, prap populli ecën përpara. Qartë. Por nëse është parti shtet,
atëherë ngecim, popullata na largohet, fëmijë vini gjithmonë më pak, çifte martohen gjithmonë më pak, na vinë etni tjera dhe bëjnë gjithmonë më shumë brenda nesh, jo se kam gjë kundër lëvizjes lirë imigrimit e me radhë, sepse kemi qenë dhe ne emigrant. Nuk kam gjë kundër asaj, por me drejtë unë do mbroj dhe do përfaqësoj interesat e popullit shqiptar. Patjetër. E nga ky aspekt, neve po humbim gjithçka me këtë lloj sistemi politik. Dhe me mos pjesëmarrje. Më ike doktor, kalove te sistemi politik se kisha temën për këtë, po nuk ka problem. Po sepse aty jam unë, se pavarësisht ku e kemi unë nuk jam aty se do mund të bëjmë shumë biseda gjatë vitit për sistemin përgjithësi, të kritikojmë Ramën, problemi është, më fal. Nuk jeni ju, po janë shqiptarët, dhe unë sjetoj me temën e tij, sjetoj me temën e kohës gjates jetës sime. Mua më lejohet që ta bëj programin siç e projektoj apo jo? Absolutisht, të drejtën tuaj. Dhe tema ime, më fal, dhe tema ime është, dhe tema ime, të lutem. Nëse ne diskutojmë farën e vogël brenda pemës së madhe të kalbur, është e kohë që diskutojmë. Jo, nuk është e kohë, është shumë e rëndësishme, sepse nga fara e vogël lind një pemë e shëndetshme. Dhe kur fara e vogël është vetë e kalbur, dhe kur njerëzit kryesorë të farës vogël manipulojnë vetë procesin brenda Partisë Demokratike, me zgjedhjet që bëhen aty brenda, nuk ke çfarë pret një farë të madhe që të mbie shëndetshme, doktor. Dhe ky është problemi, më fal ta mbaroj se unë ju lejova. A mund ta mbaroj? Faleminderit. Pra, nuk e di a kemi debat. Nëse kemi debat, nuk e kam, të lutem, nuk e kam fare si formatet që unë pyes, ti përgjigjesh, pastaj u kaloj te pyetja tjetër pa zhvilluar pyetjen që po flasim. Dhe jam shumë i vëmendshëm ndaj çdo fjalie tuaja. Dhe është shumë e rëndësishme kjo që them, sepse këtu prandaj na rreshkasin gjërat. Partia Demokratike, sipas opinionit tim, dhe unë nuk e imponoj këtë, po duhet ta them këtë gjë, është partia më e kalbur kur predominon lideri, pra dominon gjithçka lideri, presupozohet që ka demokraci dhe në fakt ka vetëm manipulim dhe hipokrizi. Dhe ju nuk jeni të sinqert, ju personalisht, po shumë për jush, më fal. Ja pra një moment, ta mbaroj komenti dhe ju mund të shprehni se e kam 3 orë program doktor dhe e shtrojmë pak, se kemi mundësi që ta bëjmë. Dhe për hir të interesit të PD-s dhe interesit politik dhe interesit publik, mund ta bëjmë të debat. Por të jemi konqiz në atë temë që unë kam, dhe tema është kjo. Partia Demokratike ka sot disa njerëz që kërkojnë ndryshim, rizgjim, që jeni juve në këtë rast. Ndërkohë Partia Demokratike ka nevojë që të vendos standarde, mos thot gjëra të tjera dhe të bëj gjëra të tjera. Kjo është çështja. Sepse Berisha promovon bindje, logjika të tjera politike dhe vepron ndryshe. Pra thot, bëni si ju them unë, po mos bëni si dua unë. Kjo është historia dhe tani mund të komentoni, po në mënyrë të përmbledhur te kjo temë. Po, te kjo temë ju në fakt se këtë tema tjera, po unë do i qëndroj gjitha temave, nuk kam asnjë lloj problemi të flas qartë. E para gjë, merrni farën më të shëndetshme juve, shkoni mbilleni në shkretir Caras edhe do shihni se sa mbin një pemë e shëndetshme. Ky është bota politike në Shqipëri. Ti jemi shumë të qartë. Për sa kohë nuk është demokraci funksionale, s'ka nevojë të shkojmë në shkretir. Për sistemet demokracie. Nuk kemi nevojë të shkojmë në shkretir se mbiu fara në 90-ën. A mbiu fara në 90-ën në diktaturën më të tmerrshme të Europës dhe të botës. Ju a hodha si metaforë. Pastaj nëse qëndrojmë ke strikt ke detaj, dhe ju them po, edhe në 90-a ishte një botë tjetër Shqipëria. Ishte një botë me të ri, ishte një botë me njerëz që kërkonin ndryshim, ishte një botë që kërkonte dhe kishte mbështetje ndërkombëtare dhe kushte gjeopolitike të tilla për të arritur atë gjë, sepse pse s'u arrit ta thepesën? Po atëherë ju kujtova në 90-ën sepse ekstremizuat shembull. Kishte një sër zhvillimesh dhe sot kemi disa lloj zhvillimesh tjera gjeopolitike. Tash jemi të qartë, mos kalojmë ke tema tjera. Pra momenti politika zhvillohet në momentin përkatës. Dhe në këtë moment këtu, ju keni drejt me gjithë diçka që thatë, po këtë pjesën e demokracisë funksionale nuk e keni drejt. Për pjesën e demokracisë brendshme, keni drejt. Pra, ju a them shumë haptas. Pra, aty, për sa kohë janë votimet brendshme, ato na qëndrojnë neve, a kanë qenë të drejtat, hapura, transparente, jo, nuk kanë qenë. Tu jemi shumë të qartë. Pra, patjetër, nevojitet që të ketë procese transparente, të ketë procese të qarta, për këtë ne kemi, ju e dini, kemi formatin, nuk është formati perfekt, por kemi formatin një antar një vot, dhe do ta zbatojmë, por ama për të zbatuar këtë nevojiten 2 kushte kyçe. Njëri kusht kyç është censusi i partisë, që do të thotë kush janë antarët me të vërtetë, një listë e vërtetë antarësie.
jo një listë fiktive që përdoret vetëm për votim. Pse duhet një listë e rëndësishme e tillë e saktë? Sepse do na duhet në zgjedhjet vendore të para të parlamentarët më mbrapa. Pra ditën që kemi nevojë për komisioner, për vëzhgues, për ndihmën, për logjistike me radhë, duhet dim shumë qartë kush ndodhet, ku ndodhet. Dhe a janë disponibël. Për këto duhet lista të qarta, për këto na duhet kryesisht. Por kjo përdoret fiktive kryesisht për këto votimet e brendshme që gjithmonë nuk bëhen ashtu siç duhet. Pra duhet një rreth para një listë atarësie saktë dhe nga krahu i dytë duhet një detashment njerëzish me integritet, njerëzish që të njohur me kontribut e me radhë brenda Partisë Demokratike që lejojnë zbatimin e rregullave siç janë përcaktuar, ashtu siç janë përcaktuar nga kuvendi, nga Këshilli Kombëtar, nga kryesia e me radhë apo komisione ad hoc. Pra, nëse këto dy elemente nuk zbatohen, fatkeqësisht demokracia kthehet në antidemokraci. Kjo është ajo që ndoshta e zgjata pak më shumë për ta shpjeguar, sepse audienca ndoshta nuk i kupton me detaje këto që neve po themi, por detyra e një partie politike është fund fare të përfaqësoj mendimin e njerëzve që ndodhen dhe jashtë saj, pra edhe jashtë antarësisë, sepse në fund fare ajo ndikon tek antarët e Partisë Demokratike e kur të vinë votimet, kjo antarët e Partisë Demokratike dhe përfaqësuesit e tyre do të drejtohen njerëzve për të marrë mbështetjen dhe do duhet të kenë respektu disa vullnete të tyre dhe disa ide të tyre që t'i çojnë përpara si përfaqësues të tyre. Pra, kjo është e vërtet demokracia brendshme ka shumë për të rregulluar, po shumë, po nga krahu tjetër, edhe sikur të kesh partinë perfekte, se ka dhe parti tjera, kampi opozitar, nuk është se ka vetëm tonën. Megjithatë, ato të gjitha këto parti ndodhen në këtë lloj partie shtet dhe kur të bëhen zgjedhje do marrin të njëjtat lloj goditjesh, pra ne nuk jemi në atë autokracinë totalitare që kemi pas njëherë një kohë, jemi çik në autokraci më të butë që thot, po, opozitën e lejoj, nuk është se e pushkatoj apo internoj, e lejoj, po e lejoj aq sa dua unë, thot Edi Rama. Pra, të jemi shumë të qartë këtu, se masi të marrim punë brenda nesh, kur të shkojmë atje përballë, kemi partinë shtet. E kjo duhet rregulluar, si rregullohet kjo? Patjetër duke denoncuar ne, patjetër duke qëndruar me protesta të fuqishme kundër, po duke kërkuar dhe mbështetje ndërkombëtare. Sepse pa arbitrin fush, neve kemi qenë fëmijë, edhe unë dhe ti kemi luajtur futboll me shokët e tjerë. Pa një arbitër, fitonte skuadra që bënte më shumë faulle, apo jo. Kjo është arsyeja pse neve kemi nevojë për një arbitër ndërkombëtar me integritet dhe të besueshëm, që gara të jetë garë, e hapur dhe ndershme dhe fitoft më i miri. Në atë rast jam i bindur 100% që opozita bën rotacionin e madh politik. Çfarë konsiderohet nga ju në këtë iniciativë politike që keni ndërmarrë sukses dhe çfarë do të konsiderohet dështim? Po, edhe njëherë iniciativa është organizative, nuk është iniciativë politike. Jo, brenda kontekstit organizativ, pra çfarë është sukses në kontekstin final, nëse ma përmbledh dot. Pra, supozojmë, ja ju a themun, çfarë ndryshon tek vizioni juaj nga kjo që është? Po. Shumë të përmbledhur. Njerëz të bashkuar në vlera, sepse ka një emër përbashkët kur bën pjesë një parti, në të bashkuar të njëjtat vlera që hynë në një garë konkurruese të drejtë të hapur. Dhe pastaj ai që fiton patjetër drejton se secilin pozicion përkatës. Pra, kjo është nivel dhe kështu arrihet maksimumi i asajt që mund të arrijë një forcë opozitare. Se gjithmonë kur ka garë, ka fitues, ka dhe njerëz që nuk fitojnë. Por nëse gara është e drejtë dhe e hapur, edhe ata që nuk fitojnë shtrindorën dhe vazhdojnë bashkëpunimin. Kur gara nuk është e drejtë, pastaj krijohen përçarje që fatkeqësisht kemi pa me pa sisteme tjera. Pra, ky është kërkesa. Kërkesa është mundësi organizative e drejtë, transparente, ashtu siç e kërkon antarësia e Partisë Demokratike dhe më pas ata vendosin njerëzit që ata mendojnë t'i përfaqësojnë. Okej, faleminderit, ishte doktor Ali Mehmeti, ju uroj të arrini qëllimin tuaj, doktor. Ne besoj që do të jemi përsëri në kontakt për të parë se si po vijon ky proces dhe kjo iniciative juaja, organizative jo politike. Faleminderit, ishte Ilir Ali Mehmeti në revista MCN.